Zbulohet pija magjike që trajton sëmundjet e zemrës. Ja receta. Arteriet janë ato që transportojnë gjakun e pasuruar me oksigjen në çdo pjesë të trupit. Ndaj nëse ato mbartin pa pastërti, qarkullimi i gjakut do të ngadalësohet dhe zemra do të fillojë të shfaqë probleme. Prandaj herën tjetër kujdesuni që të pastroni gjithmonë arteri dhe kështu zemra juaj do të jetë më e shëndetshme. Përbërësit janë 4 limon, 4 thelpi hudhër, xhenxhefil dhe 2 litra ujë. Priteni limonët në copa të vogla. Vendoseni të gjithë përbërësit përveç ujit në shtrydhse. Hidheni masën e përftuar në një tas të thellë. Në një tenxhere zieni 2 litra ujë dhe më pas hidhni në të masën e përgatitur më parë. Lëreni të ftohet dhe më pas vendoseni në kavanoz qelçi. Futeni në frigorifer dhe pija është gati për të konsumuar. Çdo ditë pini një gjysmë gote në mëngjes me stomakun bosh. Pijeni për 3 javë dhe më pas bëni pushim 7 ditë.